Të nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi me të pashoq në një transmetim ekstra shtes, jo siç takohemi ne çdo të mërkur, sepse jemi në situatë jashtëzakonshme. Vijon procesi i numërimit të votave me intensitet, po i afrohemi gjysmës numërimit të gjitha akutive në rang vendi e kanë fjalën, dhe tashmë rezultati është i qartë, edhe pse si rregull duhet pritet edhe numërimi i votës së fundit në kuti. Kryeson ndjeshëm Partia Socialiste me një rezultat të thellë. Projekcioni është deri tani për 83 mandate përkundër 51 mandateve të Partisë Demokratike dhe koalicionit të saj Aleanca për Shqipërinë Madhështore me drejtues Sali Berishën. Për të folur, edhe pse rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, për të bërë një analizë sa më shtëruese për gjithë faktorët që ndikuan në këtë rezultat, por edhe atë se çka pritet të ndodhë më pas, unë kam kënaqësinë të kem sonte të ftuar në studio Ermal Hasimja, analist, politolog. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Tani, pa hyrë shumë në detaje, pa u zgjatur për të fituar sa më shumë kohë analize, pyetja është e thjeshtë, krejt e natyrshme, pse fitoi Edi Rama kaq thellë? Dy elementet përgjigjes. Elementi i parë se këtë duan njerëzit, këtë duan shqiptarët, kështu që është e thjeshtë, e kanë votuar. Për ato arsyet që edhe ju ka propozuar, por jo për pasaportën europiane etj, se duket qartë nga gjithë studimet, sondazhet që nuk është prioriteti shqiptarëve, që nga momenti që një jemi në NATO dhe dy mbi të gjitha kemi liberalizimin e vizave. Por për arsyet e sistemit që është krijuar, një sistem nga i cili përfitojnë një kategori e popullsisë shqiptare, ata që përfitojnë një vend pune, një tender ose një shërbim të caktuar. Dhe nga ana tjetër kjo është arsyeja e parë pse është votuar. Arsyeja e dytë pastaj pse është votuar, sepse me sa duket një pjesë e njerëzve nuk kanë gjetur arsye madhore për të votuar për më mirë për pjesën tjetër. Këtu është momenti pastaj i përgjegjësisë në një farë mënyrë të opozitës, dhe këtu flas për të gjithë opozitën, me parti të reja, të vjetra, PD-ja, të rinjt etj. Bashk. Ajo që është që nuk kanë votuar për PD-n ose për partitë e reja, okay, deri diku do mund ta kuptosh, pranosh. Por që kanë votuar pastaj për një qeverisje me të gjithë problemet që ka patur deri tani, ky është problem shqetësues. Është problem shqetësues sepse nuk është diçka që lidhet me një situatë imediate, por që tregon pak a shumë që me këtë lloj niveli, themi të votues të një pjesë të votuesve shqiptar, praktikisht Shqipëria nuk ka shumë shpresa për ndryshuar në të ardhmen. Ky është problem më i madh se sa thjesht situata aktuale. Domethënë mund të ndodhi shumë mirë që mas 5-10-15 vjetësh gjërat ndryshojnë dhe vendi ndryshon shumë mirë, por kur ti ke thjesht një qeverisje të keqe, të papërgjegjshme etj. Po kur ke një elektorat i cili e pranon pas një lloj problemi, vjedhjen, papërgjegjshmërinë, korrupsionin, është problem madje, meqense duket qartë si që Partia Socialiste ka marrë dhe më tepër vota se sa pretendon. Po pra, pas 3 mandatesh qeverisja, edhe sikur në mënyrë perfekte të kesh qeverisur, a ka një faturë konsumimi të paktën që ti të mos korrësh një rezultat edhe më të mirë se sa rezultatet e kaluara madje, edhe se 2013-a, me ç'duket. Po prandaj jemi vend atipik. Jemi një vend, thashë, dhe problemi kryesor është pjesa e standardit moral, që ka një pjesë konsiderueshme votuesve, me sa duket më shumë se sa 50% në këtë moment, se shoh se rezultatet 52.75 paktën deri në këtë moment. Po që pak a shumë ky mund të jetë ai rezultati përfunditar në trendi. Kështu që ky është problemi, nuk është rast unik ndoshta në botë, po ka ndodhur edhe me një cep të Europës, po ka ndodhur vetëm në Itali të Jugut, po për shkak edhe të ndikimit të mafias në fund viteve 40, mbas luftës parë botërore, në fillim viteve 50. Po janë gjëra që nuk ndodhin më sot e kësaj dite, nuk i sheh. Domethënë ti shikon ministra, shikon edhe qeveri që bien për arsye parimore ideologjike ose për një skandal të vogël të caktuar etj. Ndërkohë që në Shqipëri çfarë nuk ndodh dhe njerëzit votojnë kështu siç kanë votuar. Nuk ka rëndësi a është Partia Socialiste apo dikush tjetër. Të njëjtën gjë e kanë bërë edhe me LSI-n. Në fakt, është një elektorat i cili domethënë thjesht ne jemi atipik? Jemi atipik, jemi një pjesë e këtij vendi, një pjesë e elektoratit të këtij vendi ka standarde shumë të ulta morale, për të thënë që s'ka standarde fare. Domethënë minimalisht kur ti shikon korrupsion, shikon vjedhje, do duhet të reagosh.
Këtë lloj reagimi i qartë asnjë nuk shihet dhe prandaj them që ky është një problem shumë më i madh se sa thjesht një tsunami, një tërmet ose diçka tjetër që vjen ndodh dhe ti pastaj ke mundësinë. Sepse kjo tregon fakt që mund të riprodhohet e njëjta situatë edhe më vonë. Dhe ka ekzistuar më parë, thash, për shembull në rastin çudia, për shembull tjetër para se kësaj ishte atëherë në rastin e LSI-s. Kur dolën gjithë ato skandalet e famshme të LSI-s, me numërimin e lekëve në tavoline me përqindjet e këto, dhe LSI-ja kërceu në zgjedhjet e ardhshme nga 4-5 deputet shkoi 19. Domethënë kemi një problem të madh, nëse duam ta konsiderojmë si problem, ose është qartazi për gjysmën e elektoratit shqiptar, gjysmën ato që kanë votuar paktën, ky nuk është problem. Për disa njerëz tjerë pastaj ky është problem. Është problem sepse ke një pjesë të shqiptarëve që do donin të qeveriseshin normalisht, nuk do donin të vidhesh, nuk do donin që të kishte korrupsion etj. Tani në analizat e para që po bëjnë të gjithë po themi për këtë rezultat, ka shumë nga ata që ja faturojnë po themi fajin përgjegjësinë e vetme drejtuesit të opozitës Sali Berisha. Duke thënë madje që sa kohë të jetë ky i fundit, e të garoj përballë Edi Ramës, ky i fundit do të konfirmohet gjithmonë më shumë në pushtet. Qëndron kjo? Pjesërisht po, se thash nuk është vetëm një faktor që ka ndodhur. Berisha ka përgjegjësinë e vet natyrisht, dhe unë mendoj për shkak personalisht. Ka spekulime tash mbas pilafit. Nëse për shembull Berisha do të kisha thënë para zgjedhjeve, unë tërhiqem. Tërhiqem dhe do vej një kandidat për kryeminist, për shembull nëse ne fitojmë kandidat për kryeminist do të ishte supozojmë Ali Mehmeti. Un doktor i famshëm. Ose qoftë edhe Belin Kliçi ose dikush tjetër aty brenda, o Erbil Bashi, ose ka figura të caktuara me integritet, të pasulmueshëm, të pastër etj. Rezultat, unë mendoj që do të bënte diferencë. Ndoshta PSOE do fitonte prap, por jo me këtë lloj rezultati, sepse mendoj që ka një pjesë e elektoratit që natyrshëm ka prirën për të votuar djathtas, por që në fakt në një farë mënyrë mund edhe të mos kenë votuar jo thjesht sepse si u ka mbush mendin Berisha, po edhe për ta ndëshkuar, edhe për t'i dhënë mesazhin vet PD-s që më mirë të humbi edhe të rinovohet PD-ja, se sa të ri kjo që është. Tani se si do interpretohet ky mesazh varet nga Sali Berisha dhe nga PD-ja. Dhe unë mendoj që një pjesë e PD-s kështu e interpreton. Dhe mendoj që është mirë që ta interpretojë. Nuk janë të gjithë të tillë ata që nuk kanë votuar, që do të votonin por nuk kanë votuar për PD-n, po një pjesë e tyre është. Dhe domethënë por nuk mund t'ia vesh gjithë fajin edhe Berishës. Në fundi Berisha ka drejtën e vet legjitime që të konkurrojë, të pretendojë që të bëhet kryeminist dhe ta qeverisi vendin me sa duket jo në të ardhmen e afërt, por të paktën PD-n për shumë e shumë vite të tjera. Këtë drejt nuk ja hiq dot njeri, është drejt atij legjitime. Çështja është ç'a bëjnë të tjerët aty brenda. Që e ndjekin thua pas. Ç'a bëjnë të tjerë? A janë ata të gatshëm ta ndjekin në këtë lloj? Po pse e kanë ndjekur deri tani thua? E kanë ndjekur sepse brenda PD-s nuk ka me sa duket mjaftueshëm guxim dhe kapacitete të tjera për të kryer në një lloj revolucioni të brendshëm. Tani e marrim të mirë që në këtë e ka fajin plotësisht 100% Berisha dhe Ska faj Berisha është në drejtën e vet. Supozojmë që përballë Edi Ramës Berisha është arsye, po jo fajtor. Jo, ja lëm për momentin përgjegjësinë përballë Ramës për të kënaqur, si më thon, të gjitha atë analizë që jo se nuk ka të drejtë për këtë lloj argumenti, por ishin alternativa të shtuara këtë herë partitë e reja. Patjetër. Po, dhe ky është nuk e domthon, nuk ishin ato një lloj mundësie që të votoheshin nga shqiptarët, duke refuzuar Edi Ramën, si të pakënaqur me qeverisinë e tij gjatë, nuk duan më rikthimin e Berishës, mirë kuptohet, atëherë një nga partitë e reja. Pse këto të fundit po përpëliten në thonjë zaktor numërimi votash vetëm për maksimumi 2 mandate. Po. 1 mandat, 2 mandate. Po, ashtu duket mundësia dhe Shqipëria mund të marrin me shumë gjasa nga 2 mandate, domethënë janë shumë afër. Domethënë forcët e tretë po luan Tomdoshi, PSD. Po. Ndiqet nga mundësia, Shqipëria bëhet lëvizja bashkë. Kjo është pjesë edhe rezultati i Tomdoshit, është pjesë
si thoshe mazhorancës e ST-rës, Partia Socialiste thua. E të njëjtës logjik që ka sjellë edhe këtë rezultat dhe për mazhorancën, se kush e ka votuar Partinë Social-Demokrate për performancën e saj në qeverisje, ose për pasaportën europiane, ose për meritat e saj të mëdha, ose për qasjen ideologjike, ose për programin e saj. Po ti heqësh to, se natyrisht s'kan votuar për këtë gjë, për çfarë kanë votuar. Pra edhe partia e tretë po themi deri tani është thjesht shtojtë se pyetja e madhe është që ne, domethënë, e forta në Shqipëri është kjo. Që votuesit e rilindjes në Shqipëri, ti nuk i shef janë të padukshëm. Në kafe, në tavolina, në plazh, në restorant, në rrugë, kur ti ulesh me njerëzit dhe flet, edhe ato që ti e di që janë të marrë, kanë pakënaqësi të jashtëzakonshme, janë shumë të zhgënjur etj. Ti nuk i shef këta votues. Çudia është ngadalin këta në fund. Dhe nuk po e them te duke presupozuar ose duke pak kënaqur po votojnë. Po, se nuk po sugjeroj që janë 10 votat e tjerë, se tani shiqyr Zotit nuk është se vidhen më votat që mbushen kutijat. Mund të ketë një tentativë diku tek tuk, por nuk ndodh ajo gjë si para 15 vjetësh, 20 vjetësh. Domethënë, ky shërim ti shikon duket sikur ka një lloj hipokrizie shumë të madhe në këtë vend. Një hipokrizie shumë madhe. Nga njëra anë njerëzit janë jashtëzakonisht pa kënaqur, përfshi edhe vetë socialistët, dhe nga ana tjetër, dakor, nuk votohet Berisha, se është ai që është, s'pëlqen etj. Por nuk votohen as ato që janë alternativa të reja. Po, edhe përkundër këtyre të rinjve votohet më shumë PSD e Tomdoshit. Pra, shihet më shumë alternativa jo se sa këto, domethënë se dhe këtu ka një ngërç logjik. Po kjo është, prandaj them ka një lloj hipokrizie masive në Shqipëri, hipokrizie shumë të madhe. Fatmirësisht nuk është totalisht asgjësuese, sepse unë mendoj që edhe me 1 edhe me 2 deputet, të paktën mundësia dhe Shqipëria bëhet, këto të dyja dhe me 1 dhe me nga 2 deputet secila prapë është gjë shumë e mirë që arrin të futen në parlament. Mirë, patjetër. Ka pas përpjekje më parë, po kanë dështuar, nuk janë futur. Edhe sfida për Shqipërinë, për shembull, që në Tiranë doli shumë mirë, ka rezultatin më të mirë dhe një kandidati të pavarur që prej fillimit të tranzicionit praktikisht. Zgjedhjet pastaj parlamentare aty u masakrua, po ishte akoma kur votat i ndanin PS-ja dhe PD-ja, votat e blushit i merrte PS-ja, votat e sfidës i merrte PD-ja. Tani nuk ndodh më gjë, ose të paktën jo për masa që do ta transformonin procesin, por nuk ja doli dot që të futet në parlament. Ndërkohë që këto të dyja të paktën kanë një lloj shansi që të futen edhe me 1 dhe me 2 deputet, dhe mendoj që është gjë shumë e mirë, është vetmja gjë pozitive, pavarësisht se rezultati do duhet ishte shumë më i mirë, të paktën kur shef atë lloj zhgënjimi, atë lloj reagimit të njerëzit, pritej shumë më tepër, megjithatë prapë është vetëm një gjë, si thosh, ngushëllim që del nga ky rezultat. Po. Ndërkohë ka shumë akuza deri tani, pretendime nga radhët e opozitës, nga Partia Demokratike flas, edhe nga vetë zoti Berisha, për kontestim në një farë mënyre të këtij procesi zgjedhor, për shumë parregullsi, për manipulime, për ndërhyrje. I referohemi edhe sot që ka dalë edhe raporti paraprak i misionit OSBE Odirit, vërente një sër parregullsish, konfirmonte pretendimet e opozitës, por deri kaq po themi. Ti mendon se pavarësisht të gjitha pretendimeve të opozitës në këtë drejtim kanë ekzistuar ajsa të ndryshohej rezultati? Jo, nuk mendoj që në thelb ka ndryshuar rezultati. Gjitha këto gjërat tregojnë që ka një vullnet të partisë në pushtet për ta prekur, për ta ndryshuar rezultatin aty ku mundej, por asnjëra prej këtyre nuk justifikon rezultatin ose humbjen e PD-s në tërësi. Është e vështirë të thush që po mos ishin këto parregullsi, PD-ja do kishte fituar zgjedhjet. Është e pamundur. Nuk ka asnjë lloj sensi logjik. Patjetër që këto gjëra do duhet të ekzistojnë, është turp i madh, gjithë ato skena që kemi parë me patronazhistët, me listat, me njerëzit etj, me edhe me historitë që pastaj si kemi parë, po që të gjithë i dim. Me shitje blerje votash, me presionet etj. Por nuk është diçka që justifikon rezultatin. Thjesht qartasi një pjesë e njerëzve kanë votuar, kanë dashur të votojnë dhe kanë votuar PS. Dhe nga ana tjetër një pjesë ata që
pjesa që një pjesë atyre që do të duhet të votonin opozitën nuk e kanë votuar sepse nuk i ka mbushur mendjen. Domethënë kjo është gjëja më e thjeshtë, s'ka nevojë për shumë spekulime, kjo është diçka që duket. Një prej pikave të analizave që po bëhen këto orë është se kjo votë, domethënë kaq masive, nuk shkon realisht për Edi Ramën në thelb, por është votë refuzuese për Berishën, për mungesën e një alternative. A është kështu kjo apo? Jo, nuk qëndron, sepse zakonisht vota negative në përfushata qëndron pjesërisht, do e thash dhe më përpara. Ka një pjesë të djadhëve që eventualisht mund mos ke votu pikërisht për te qafe Berishën, që do më mirë të humbi dhe tiki, se sa të vazhdojmë ta mbajmë kështu me 45%, me 40%, kur do thënë, por kjo është një përqindje e vogël. Mendoj thjesht njerëzit realisht kanë votuar për Ramën, dhe një pjesë tjetër pastaj atyre që do duhet votonin për djathtë nuk e kanë votuar. Por duhet pas parasysh që në zgjedhje gjithmonë vota negative efektin maksimal e kanë ndaj qeverisë, ndaj atij që është në pushtet, jo ndaj atij që është në opozitë. Në rastin e Shqipërisë është e vërtetë që mund të ketë patur dhe votë negative, kundërshtuese, refuzuese raport me Berishën, por natyrisht nuk është 50% e votuesve të PD-s. Nuk është se është diçka që do të ndryshonte gjithçka. Me shumë gjaza edhe po të ishte një personazh shumë i rëndësishëm, i respektuar, dinjitoz, me integritet në krye të PD-s, vështirë se PD-ja do merrte 52% vota. Por Amar mund dilte 42, 43, 44. Po, me një rezultat po themi. Të paktën nuk do të kishim këtë rezultat që kemi aktualisht. Ndërkohë, ka edhe nga ata për shembull që thonë se ne vuajm nga sindroma e Stockholmit. Sepse pak më parë ti më thej që shqiptarët nuk kanë votuar Edi Ramën sepse i besojnë atij premtimit të madh fushatës së tij për pasaportën europiane. Atëherë lind pyetja për çfarë e kanë votuar? E kanë votuar sepse ka pushtet, e shpërndan këtë pushtet. Domethënë ti ke sot thjesht një llogari thjesht. Ne s'kemi pasur kurrë në administratën shqiptare kaq shumë presion sa ka sot për pjesën e votave. E dim shumë mirë. Shtoi dhe sistemin patronazhist, etj. Dhe vetëm në administratën publike, në këtë moment janë në fundit që pas statistika 191.000 statistika zyrtare e statit. Tash i gjatë fushatës mund të jenë bërë më tepër, gati 200. 200.000 veta. Shtoi shumëzoi për 4 secili në familjet e veta, se do jetë mami, babi, domethënë flas për 30 vjeçare, 40 vjeçare të, çiko vjerri, vjerra etj. Dhe ty të bën të paktën 4 vota për çdo familje. Herë 200.000. Çudia është pse nuk ka marrë më shumë PS-ja. Domethënë kjo është çështja. Që nga ky moment ti, si thosh, e fillon betejën elektorale me fitoren, me barazimin brez, domethënë po, rezultatin e ke të sigurt. Pastaj shtoi këtu një armatë të tërë nostalgjikësh ose nga këta. Po, ajo është pjesa tjetër që ke karikaturën e këtyre që dalin që thonë un kam qenë komunist që në kohën e Verit, do votoj, na leni pa bukë, pa drita, çfarë doni ju, prapë për ju do votoj etj. Më e vërtet. Ke edhe këta, ke kategori të tjera që janë jo pak. Që janë në një farë mënyrë edhe pushteti është përpjekur t'i llastoj, t'i mikloj, në një farë mënyrë ish ushtarakët etj. Por që kanë patur një lloj statuti, nuk e kanë më, po gjithsesi është. Po pikërisht, domethënë, po ti mbledhësh të gjitha këto, ti e kupton. Çështja është tu tani që si shpjegohet se ky është problemi moral, edhe problemi racional, jo vetëm moral, no? Si shpjegohet që dikush që rrit fëmijët në këtë vend, supozojmë edhe punon në administratë, vendos që të votoj duke parë shumë mirë se çfarë po ndodh, dhe nga ana tjetër të nesërme mas i ka votu, ulet në kafe me ty edhe thotë që unë fëmijët si leng të vend, nuk jetoj tu, do t'i çoj jashtë. Kjo është gjëja pastaj që sfidon çfarë do lloj racionaliteti. Racionaliteti normal elektoral në botë. Kjo është gjëja që ti nuk arrin ta kuptosh dot në këtë vend. Është mister i madh, çudi e madhe. Ndoshta këtu vetëm ajo psikologjia kolektive ose psikanaliza kolektive ndoshta, po pa u futur te sindroma e Stockholmit, ka dhe gjëra të tjera. Shqiptarët mentalitetin dhe kulturën e tyre e kanë respektuar gjithmonë atë që ka pushtet të fortin. Në momentin që kanë dhe veti çik pushtet të shtypin kokën. Kur janë të dobët, s'kan pushtet, vinë edhe të pullin dorën. Edhe atë dorë që sapo i ka goditur.
Domethënë ky është problemi që e kemi. Kuptohet, nuk vlen për gjithë kjo, po vlen për mjaftueshëm njerëz sa të prodhojnë rezultate si ky që kemi. Tani në reagimin e sotëm në konferencën për shtyp, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha as që shfaqi ndonjë shenjë apo nuk dha asnjë sinjal që do të dorëhiqet pas këtij rezultati. Të paktën unë kështu e kuptova. Është drejt atij. Thjesht kontestoi edhe një zgjedhjet me pretendimin e vazhdueshëm që Rama e thon më troçi ka bler, se ai shpjegoi 1001 forma, po. Ato që thot ai si akuza janë relativisht vërteta, qëndrojnë. Jo, qëndrojmë këtu tek mosikja, mos dorëheqja. Po. Kjo edhe mund ndodhi, po flas me ato që dëgjuam sot, nuk është se dha shenja të tilla. Nuk e din, vështirë se e priste njëri që Berisha t'jepte dorëheqjen mbas daljes së rezultatit. Pak a shumë që do fitonte PS-ja këtë e prisnin njerëzit në përgjithësi. Po pritej me 71, 72 deputet, po jo, kaq sa do dalin. Do të thënë, çështja është prapë tek kur vim te pjesa e Berishës, ai ka të drejtën e vet legjitime që të mbaj pushtetin brenda PD-s, të zhvilloj karrierën e tij normale e tjerë. Në të mirë të opozitës, Partisë Demokratike, të shumë të tjerëve aty. Ai mendon që e mirë opozitës është ai vet. Presin prej ai mendon, do të janë dy gjëra të ndryshme. Interesi i PD-s dhe i Shqipërisë dhe interesi i Sali Berishës. Sali Berisha ka të drejtën e vet legjitime që të rri aty sa ta lejojnë. Çështja është sa do ta lejojnë. Dhe si e mendon këtë? Nëse konstatohet që po unë mendoj që këtë herë tani ose PD-ja do psoj rënje dhe më të madhe, në kuptimin se ka një demoralizim patjetër tash goxha. Do përçahen edhe më shumë thua. Po. Do rikthehen aty ku ishin që ose pastaj do ketë se dy gjëra mund ndodhin. Demoralizim edhe braktisje e pjesë e njerëzve dhe nga ana tjetër pastaj ose gjëra tjetër që mund ndodhi është një lloj përpjekje për ndryshim të leadershipit aty brenda. Por kjo përpjekje është e vështirë sepse njerëzit që janë aty janë njerëz që zakonisht dhe i ka fut Berisha aty brenda. Po. Dhe është e vështirë sepse nuk shoh mjaftueshëm guxim aty brenda, se e di çfarë duhet. Jo, mund bëhet edhe formalisht, dhe Berisha të jetë në hije sërish, një lloj precedenti si me Lulzim Bashën apo? Jo, ka një problem, nuk mund ta bëj njëri. Nuk mund dali, sepse ai që do dali pari do thotë ti duhet t'japësh dorëheqjen, ai do ta nxjerrin direkt nga salla. Do të thënë çështja është që aty duhet bëhen 10 veta që dalin të merren vesh me njëri tjetrin dhe në një mbledhje të dalin dhe thonë mjaft tash se do ikësh ose hajt bëjmë zgjedhjet, bëhen zgjedhjet, votojnë kundër, ikin. Që të pesh kjo gjëja, po. Por edhe kjo gjë ka vështirësitë e veta, ndoshta ndodh, ndoshta nuk ndodh. Një gjë është e sigurt, që brenda PD-s ka zhgënjim dhe ka një lloj ndjesie të marrit peng nga Berisha. Që është ndjesie e padrejtë në raport me Berishën, sepse thash Berisha është në drejtën e vet legjitime. Ti nëse i zoti sfidoje me zgjedhje, statutin, gjërat e tjera. Problemi është që shumë gjasa edhe po të bëhen zgjedhje tani, shumë mund të fitoj prapë Berisha. Edhe brenda PD-s. Dhe me këto rezultate plebiscitare në 95%. Po a duhet vepruar kështu, domethënë? Është e drejta tip, me çfarë menduar për kundën, për opozitën? Po ju thoni a nuk duhet menduar në mënyrë pavetore? Kush duhet të mendojë? Në këtë rast Berisha? Berisha, jo. Pse duhet mendoj? Berisha mendon që zgjidhja më e mirë për Shqipërinë është ai. Po sa kohë merr këto lloj rezultatesh? Ai mendon që ja kanë vjedhur etj. Domethënë nuk jam dakord fare me këtë gjë, ëh. Ja kuptoj. Unë jam dakord fare me këtë gjë. Unë mendoj që Berisha në 2013 kishte dhënë dorëheqjen dhe tani duhet ishte me nipat me mbesa, s'ka punë më me është i tejkaluar. Sepse nuk u mora as rezultati i Lulzim Bashës në 2021. Po, nuk është vetëm jo për te asaj rezultatet janë katastrofike në vetvete. Po Berisha e ka mbyllur atë ciklin e vet. Domethënë ky vend është nevojat dhe pritshmëritë e këtij vendi ose pjesës më të shëndorë qytetarëve të vendit janë përtej kapacitetit të Berishës. Ky është problemi. Nuk mundet më Berisha, po të më pyesësh edhe mua personalisht, Berisha ka qenë të paktën në 2005-2009 kryeministri i pakrahasueshëm me Edi Ramën në këto mandate që ka pas. Do më shumë më mirë se sa Edi Rama. Çështja është nuk është më Shqipëria aty, nuk jemi më në 2005-ën. Po kërkojmë gjë tjetër, jemi në tjetër stad, tjetër nivel dhe meritojmë diçka më të mirë se sa 2005-2009. Nuk jemi aty, kemi lëviz nga aty. Në Berisha kërkon rikthimin
ndërkohë që Shqipëria ka ecur përpara, ka nevojë për gjëra të tjera. Do të thënë, dhe ka dhe një kurth pasaj në cilin është futur edhe vetë Berisha, se edhe vetë Berisha e ka kuptuar që nëse do të fitojë zgjedhjet, Rama e ka kuptuar në mënyrë perfekte mënyrën si funksionon elektorati shqiptar, i është përshtatur edhe është rahat fare. Është aq rahat sa i lejon vetes edhe të bëj spektakël. Ta shënoj rezultatin tavolinë me Roskovecit e me qartë. Do më gjen lloj personazhesh aty dhe praktikisht i thot shqiptarëve që un mund t'ju fuz dhe juve në parlament dhe një gjiraf po du. Po. Domethënë një rinoceron. Se di që nuk merr kosto, po. Po çuçika, unë mund t'ju bëj juve të votoni çfarë do doni se ju gjithsesi do votoni për mua. Berisha e di këtë gjë. Kjo është arsyeja pse programi i PD-s, programi i fundit që kishte në këto zgjedhje i PD-s, ishte edhe një program relativisht populist. Do rriste lek për nga 200 euro për çdo fëmijë, 30.000 euro kredi zero kur bësh kështu për i pa realizueshëm. Ai bën këto gjëra sepse e di si funksionon elektorati shqiptar dhe kishte shpresën që njerëzit do besojnë Berishën për këtë gjë. Në fakt njerëzit midis Ramës dhe Berishës, kur ky i ka ofruar një vend pune dhe ky i bën premtime në ajër, kanë preferuar atë vendin e punës, që thosh atë kafshatën e mjerueshme që do marrin, ndërkohë që pastaj kalamajt do t'i çojnë jashtë. Do t'i çojnë në emigracion. Tu kurcet e gjithë pastaj historia. Patjetër. Tu dalim kundër vetes, minimalisht. Tani të analizojmë pak shkurtimisht për shembull rezultatet, trendin në disa qarqe kryesore, po themi, për shembull Tirana që ka edhe më shumë vota, më shumë pjesëmarrje, më shumë popullsi. Shumë dobët Partia Demokratike, në kufitet 12 mandateve se plus minus edhe lëviz, bindshëm Partia Socialiste, partitë e vogla luftojnë për 2 apo 1 mandate. Jashtë parlamentit duket se mbetet presidenti i Partisë Lirisë Ilir Meta edhe pse në qeli nga rezultatet e deri tanishme. Kemi 2 më të votuarit nga Partia Demokratike, Ilir Ali Mehmeti, Jorida Tabaku, 2 më të votuarit nga Partia Socialiste, Fatmir Xhafaj, në mos gaboj, edhe Erion Braçe ishte një ndër më të preferuarit, ndërkohë shumë xhaketa të vjetra nga Partia Socialiste do mbeten jashtë parlamentit, Mimi Kodheli për shembull, Pandeli Majko, nga ana tjetër Olta Xhashka mbetet jashtë parlamentit, Ermonela Felaj mbetet jashtë parlamentit, paktën nga numërimet e deri tanishme. Si e sheh voton e Tiranës me këtë lloj projeksioni? Kto e gjë pozitive që shohin, paktën në rastin e PD-s, është pikërisht ky fakti që Ali Mehmeti, Jorida Tabaku, 2 njerëz shumë të respektueshëm kanë arritur të marrin shumë vota. Më ka një shpresë brenda PD-s. Është ajo që po thoja edhe unë. Votë merituar, po. Patjetër që votë merituar, nuk e kam ndjekur fushatën e Ali Mehmeti, por kam pa fushatën e Jorida Tabaku. Shumë serioze, në atë stilin e vet, klasik, plotësisht të respektueshëm. Dhe kjo do thotë që një pjesë e atyre që votojnë djathtas, ose le të themi, ka një kategori njerëzish, të cilët kanë këtë lloj kërkese ose këtë lloj pritshmërie. Jo, nga elektorati gri ata, për shembull doktor Ali Mehmeti. Mundet, është shumë gjasa. Po edhe Jorida, mundet, patjetër. Patjetër, është plotësisht e mundur. Po them ky lloj elektorati e ka këtë lloj kërkese, këtë lloj pritshmërie. Pra PD-ja nuk është e gjitha që ti shkojnë nga mbrapa, si thosh, në mënyrë të verbër zgjedhjeve të Sali Berishës, sepse praktikisht zgjedhjet e Sali Berishës. Pra nëse ka njerëz të duhur ja që votohet. Po, prandaj edhe thash në fillim që nëse për shembull kandidat për kryeministër nga radhë e PD-s do kishte qenë Ali Mehmeti ose Jorida Tabaku, kishin pas një rezultat ndryshe. Nuk ti ta them a do kishte fituar apo jo, nuk besoj, po megjithatë do kishte pas një rezultat ndryshe. Po nga e majta më të preferuarit Shose nga majta s'di çfarë them në gjë të madhe, domethënë praktikisht e majta është shumë e disiplinuar. Në fundit Fatmir Xhafaj sërish mori një numër të konsiderueshëm, domethënë. E majta shumë e disiplinuar. Domethënë më kujtohet një sondazh i 2005-s, ishte shumë interesant, sepse shikonte lidhjen ideologjike midis ose lidhjen, le të them shkurtse, ideologjike është pak e tepërt ndoshta, midis partisë dhe votuesit. Domethënë ata që votonin një parti, praktikisht çfarë lidhje natyrën e lidhjes me disa komponentë, domethënë pati bërë atëre qendra Ganibobi. Po. Shkëlzim Maliqit. Dhe aty shikoj në fakt ajo që ne gjithë e dinim. Kishte një lidhje shumë të fortë midis partisë
dhe votuesit, simpatizantit dhe votuesit, në rastin e PS-s, Shkurt Muhabeti kur vinë zgjedhjet, shumica dërmuese e atyre që do votojnë Majtas janë me PS-n, dalin dhe votojnë. PS-ja dhe PD-ja kishte më të dobët, dhe me ka elektoratin më fluid, ka dhe kapacitetin organizativ më pak të zhvilluar. I ka më besnik Partia Socialiste. Partia Socialiste ka shumë më besnik, shumë më ndjekës të fortë. Pastaj partia që kishte elektoratin më fluid ishte LSI-ja. Se LSI-ja s'kishte as element ideologjik, as jo komunizmi, jo e shkuar nostalgjia, pragmatiste, po. Ishte thjesht vendi punës edhe tenderi etj etj. Dhe këto e kishin dhe fakt rezultati tani e tregon, faktikisht momenti që Ilir Meta është i pa aftësuar sepse është mbyll mbas hekurave, ndërkohë që partia nuk ka mundësi çat ofroj vende pune e gjëra. Domethënë që nga ai moment ti e shikon se si shkërmoqet një parti që ka arritur deri në 19 deputet në Parlamentin shqiptar, që nuk është pak. Domethënë falni. Domethënë kjo është mënyra se si janë strukturuar pjesa e elektoratit shqiptar. PS-ja e ka këtë lloj avantazhi, elementin e strukturimit, dhe prandaj edhe shumë më të bindur, shumë më strukturuar. PD-ja sa herë që PD-ja ka fitu me përpjekje shumë dhaja në situata shumë specifike. Edhe në 2005, fitoria e madhe e PD-s në 2005, po te që është partitë e vogla, ti kupton që mirë që arsyeja fitores PD-s ishte sepse ca partitë vogla që ishin me PS-n kaluan me PD-n. Kaq Xhuveli në atë kohë, Partia Socialdemokrate, ca të tjerë. Domethënë, kjo ka qenë arsye. Po ti hiqje këto, ti kuptoje shumë mirë që në fakt PD-ja nuk është si kishte fituar realisht në 2005. Pra PD-s i duhet një rezultat, i duhet një frymëzim shumë i madh, një organizim i jashtëzakonshëm që të arrit fitoj. Ndërkohë që këtu by default, si tu rezultati i zgjedhjeve është Majtas, gjithsesi. Po. Lexojmë pak, interpretojmë pak rezultatet e trendin më saktë të Shkodrës dhe Kuksit, dy qarqet e Heveriut që të vetmet deri më tani të paktën që ka kryesuar Partia Demokratike dhe koalicioni e saj. Po të shikoni rezultatet e zgjedhjeve deri vonë në fakt. Po të shikoni, do të shikoni siç është harta e Shqipërisë, ose po themi Karaburuni këtu edhe Shqipëria kështu. Do të shikoni që harta ka qenë e tillë. Se dia duket në kamerë. Duket se e drejt për drejt. Okej. Do të thënë, vinte kështu, zbriste deri në Korç. Kjo zona këtu ishte blu. Po. Kryesisht blu, kuptohet, jo 100%. Mirë, normal. Dhe kjo zona këtu ishte e kuqe. Për shkak sepse kjo zona këtu kishte popullsi më të madhe etj. Kuptohet që prirja kryesore për të fituar zgjedhjet ishte Majtas. Dhe kjo është natyrshme në çdo lloj zgjedhje këtu. Kjo zona blu tani është kurrur gjithmonë më tepër. Fillon edhe ikën Korça. Fillon edhe ikën Pogradeci, lëviz këtej Elbasani etj. Tani kemi ngjetur këtu ke Majta. Majta. Dhe në fakt kjo harta po ta krahasosh, se kam bërë një studim për këtë punë. Ka qenë në atë kohë të paktën 2005-ën e cap, sidomos deri në 2005-ën ka qenë e qartë, kjo ka qenë harta e varfërisë në Shqipëri. Hiq Tiranën. Në po të shikoje hartën e varfërisë, ishte e njëjtë. Zonat më të varfra kishin prirje të votonin, sidomos në 2005-ën, kishin prirje të votonin djathtas. Zona më e pasur, zona jugore, qytete me më tepër, kishin prirje. Zona ku investoi më pak në arsim, në infrastrukturë, gjitha gjërat, ishte kjo zona pikërisht blu. Përputheshin hartat shumë mirë me njëra tjetrën. Tani çka ka ndodhur, kemi arritur tek kjo pika ku më ka mbetur vetëm maja e icebergut. Gati po xerohet. Dhe praktikisht edhe kjo është sulmuar fort. Shilezha doli praktikisht 4-3, ndërkohë që Shkodra nuk është akoma bastioni i djathtas, por nuk është ai bastioni siç ka qenë më përpara. Mirë, aty votat i ka marrë PSD-ja në vend Partisë Socialiste. Nuk i ka ndodhur dhe ajo për nuk i ka marrë PD-ja. Mirë, po. Se njerëzit din për kë po votojnë, kur votojnë. Njerëzit kur po votojnë për Tom Dostin, e din shumë mirë që nesër pas nesër Tom Doshi. Patjetër është qeveri me Edi Rama. Po. Kuksi vetëm Kuksi. Kuksi pse është ai që është, por nuk është se ka në indikim të jashtëzakonshëm në ndërkohë kemi rritje në Fier, një nga qarqet më të mëdha, po edhe të njohur si votues Majtas në mazhorancë ndër vite, me rritje këtë herë. Elbasani, po ashtu me rritje, domethënë të gjitha se tani janë pa përjashtim këto. Tani rritja është çike relative, se me shumë gjasa PS-ja duhet parë rezultatet deri në fund. Ka marrë më tepër deputet me më pak vota se sa ka marrë për shkak të uljes se mungojnë një 190.000 votues aty në rezultat.
Kështu që si thosh i disa tyre që s'kan votu, ka dhe plot që më parë kanë votu PS-n dhe tani nuk kanë votu. Kështu që rritja është çik relative, por e marr në tërësi braktisja ka qenë ndoshta braktisja më e madhe për opozitën se sa për partinë pushtet. Po. Ndërkohë, interesante ishte nisja mbrëm pas mesnate, se e kam ndjekur edhe ishte interesant procesi numërimit të votave të diasporës. Edhe pse ato të Greqisë u vendos nga KQZ me kërkesë të Partisë Demokratike të liheshin më njanë për shkak të disa parregullsive deri në një vendimarrje të dytë. Kutia e parë i përkiste qarkut Kuksit nga votat e diasporës dhe kryesonte ndjeshëm Partia Demokratike, ndërkohë tashmë edhe nga votat e diasporës rezultati është përmbysur. Po. Me thënë vërtetën, unë nuk kam pritur realisht që të ketë në një efekt të përmbysës ose revolucionar ke vota diasporës. Në një pjesë të rasteve, vota diasporës do të ishte pothuajse një amplifikim i votave të brendshme këtu në Shqipëri. Sepse sistemi patronazhist edhe sistemi i lidhjes, si thosh me partitë ka funksionuar edhe në rastin konkret. Motra vllai që është jashtë gjithmonë janë ndiku në një farë mënyrë nga këtu. Dhe ky ndikim është më i fortë, ka logjikisht do të kishte qenë më i fortë nga dikush që është në punë këtu në shtet, edhe merr motrën e vet në Angli dhe i thotë shiko se voto për këtë se do të edhe diaspora një vazhdimsi e votës brendshme është. Megjithatë në parim do duhet kishte më tepër vot kundërshtuese ose vot refuzuese, vot revolte, siç e quajnë, domethënë ndaj qeverisë në diasporë sesa këtu brenda. Se parimi janë pak më të lirë. Sepse parimi janë pak më të lirë. Jo, po edhe kanë ikur nga ky vend. Jo, në sensin kanë ikur se është ajo që thashëm fillim. Nuk duan të jetojnë këtu pra. Kaq. Kanë ikur po. Argument madh se kaq. Edhe ata që janë tani, një pjesë e mirë atyre që kanë votu tani për Partinë Socialiste, në fund ose tikin vet, ose të kur nuk ikin vet, do të çojnë kalamajt tikin të jetojnë nash se këtu si jetohet. Kështu që thash, këto janë disa gjëra që nga pikpamja e unë kam bërë doktoraturën për sjelljet elektorale në Paris. Kështu që më zgdash të lexoj, po themi, gjithë literaturën më të mirë të mundshme për shpjegimin e mënyrës se si arsyetojnë votuesit kur votojnë. Kjo është vështirë për ta shpjeguar. Është shumë e vështirë. Këtu duhet futesh në ca faktorë pasaj që eventualisht lidhin me kulturën politike, me mënyrën e mentalitetin e një vendi, me filozofinë e tjerë komunitare, po që është vështirë ta shpjegosh këtë, që të marrësh një model italian, francez, grek, çfarë duash ti dhe të shpjegosh shqiptarin. Jo e vështirë, është e pamundur. Është një gjë unike kjo mënyra të arsyetuarit shqiptarëve, domethënë. Po kështu është. Edhe këtu jemi kështu domethënë. Kështu është. Okej. Ndërkohë, të gjithë demokratët më shumë të shpresuan që me ardhjen e Amerikanit Chrysler Civita do të ndihmonte gjithë ato para, do të bënin diçka, po s'bën asgjë, përkundrazi. Këtë tani dhe në reagimin e parë mbrëmjen e dieshme rreth mesnatës, Chrysler Civita nuk i njoi këto zgjedhje, tha që shteti narkoregjimi e Edi Ramës i ka vjedhur. Civita është një person që është paguar si strategjist dhe Berisha e ka përdorur një profesionist, ta quajmë, se nuk e di sa është profesionist, se varet, duhet edhe ta shohësh. Po nga presidenti në Amerikë po flasim me qenë se në Amerikë janë angazhuar shumë veta. Ai është një prej atyre. Një ndër, po, patjetër. Nuk e di se sa peshë ka po aty në atë rezultat, dakor. Megjithatë çon si ka e marrin mirë qenë që është një strategjist i caktuar elektoral. Ai është ka ardhur këtu në Shqipëri, është dhe pika tjetër pse se sa është dëgjuar. Në rastin kur ka ardhur, por është një person që është paguar për atë punë. Berisha është përpjekur ta interpretojë atë si një mbështetje nga Trumpi. Unë kam thënë edhe më herë në ekskursionin në emisione të tjera, sepse njerëzit prisnin që do të çaj efekti, çaj impakti do ketë. Impakti është zero. Po ti shikosh sot shqetësimet kryesore të shqiptarëve sipas sondazheve, nuk lidhen fare, s'kan pikë në lidhjes me non gratën e Berishës. Ata që kanë votuar ose nuk kanë votuar Berishën, nuk e kanë fut fare tek lista e shqyrtimit faktorin non grata ose jo. Nuk ka qenë ky problemi. Nuk ka ndikuar fare thua? As se ka ndikuar, Berisha praktikisht është marrë jashtëzakonisht shumë
me diçka dhe ka shpenzuar me sa duket. $6 milion energji, para etj. Varet si janë shpenzuar, kush i ka paguar etj. Po ka shpenzuar shumë energji, kohë, para etj. Për diçka për cilën shqiptarët nuk e çanin kokën fare. S'ka pas pikë në rëndësisë. Ka qenë po aq e parëndësishme sa pasaporta europiane e Edi Ramës. Po kjo pjesa e lobimit që i doli në kulmin e fushatës elektorale, ndikoi thua? Nuk ka gjithë dinë që në Amerikë lobohet për këtë gjëra, nuk shoh një Po mirë, në sensin që ku i gjeti opozita gjithë to para, kanë një dyshimi, s'ka transparencë, jakta janë gjithë njësoj, pse ta votoj, në këtë sens e kam. Dakor, këtu i vetmi problem është ky që ti mendon, domethënë kur e shikon këtë gjë, ti thua që thjesht konstaton që Berisha është duke e fut kot. Është duke harxhuar energji për diçka që nuk është e rëndësishme për shqiptarët. Kaq. Pik. Po se ku i gjeti, si i gjeti etj. Nuk ka një lloj rëndësie të madhe, për aq sa është e ligjshme, dhe ajo është e ligjshme sepse është deklaruar transparent etj. Domethënë që nga ky moment nuk ka një lloj rëndësie si është ashtu. Këtu çështja është që thjesht ka harxhuar kohë, energji, ndoshta edhe para, shumë para. Është investuar kohë në gjëra drejtime. Është investuar për diçka që nuk është e rëndësishme për shqiptarët, por është e rëndësishme për atë vetë. Po. Do të duket sikur meraku kryesor i Berishës ka qenë heqja non gratës, jo fitimi i zgjedhjeve. Natyrisht nuk është kështu. Ai do kishte dashur të fitonte. Por është fiksimi i Berishës që ta ndiqte këtë gjë dhe e ka ndjekur. Praktikisht nuk i ka hyrë në punë për asnjë gjë. As nuk i ka prish punë, se nuk mendoj që dolën kontratat dhe shqiptarët u skandalizuan nga fakti që Berisha pas ka pagu disa lobist në Washington. Këtë gjë e bën gjithë. Me shumë gjasa dhe procesi i dënimit i vendosjes non gratës Berishës bërë pikërisht përmes një procesi të tillë. Ndoshta edhe ilegal, me sa duket nga Megoni Gali e tjerë. Ka nga ata demokrat, edhe pse janë të pakt, që edhe këto orë vazhdojnë ndoshta të besojnë apo të ëndërrojnë një mosnjohje të mundshme të rezultatit nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndoshta me anë të një deklarate, domethënë që kontestohet në një farë mënyra e procesit zgjedhor diçka e tillë. Nuk ka për të ndodhur. Nuk ka për të ndodhur. Nuk kanë aq para të gjithë shqiptarët bashkë sa ta detyrojnë Amerikën që të bëjë këtë gjë. Se vetëm me para mund të bëhet. Në momentin që, domethënë, Amerika mund se janë hedhur $6 milion. Po, nuk mbaron punë me $6 milion. Me $6 milion ti shkon i jep dorën e takon Trumpin edhe harxhon 30 sekonda. Kur nuk ke burime të tjera, po kur do ta blesh vetëm me lekë. Por nuk mund ta politikën e jashtme amerikane nuk e ndikon dot me $6 milion, ose edhe më tepër për të marrë një hap aq të rëndësishëm. Është çështje e seriozitetit vetë administratës, pavarësisht kush është Trumpi e kushdo tjetër. Por nuk ka për të ajo nuk ka për të ndodhur. Është nuk e pres. Jo vetëm që nuk e pres, domethënë, po edhe nuk ka ndonjë arsye që të ndodhi. Sepse parregullsi ka, por nuk janë aq sa të shpjegojnë rezultatin. Nga numërimet e deri tanishme, sigurisht koalicioni Euroatlantik i Lulzim-Bashës nuk është se ka marr vota, duhet thënë. Por nga rezultati që mori Berisha, a mendon se ai është i çliruar tani më përballë demokratëve? Basha është i mbytur dhe po thot po shikon. Që është i gëzuar, po shikon dikon nga sipërfaqja që po mbytet edhe ai. Domthonjë kjo është gëzimi i vetëm që mund të ketë Basha. Jo, jep të drejtë vetes. Në thoshte Berishas. Drejt vetes për çfarë? Berisha. Që Berisha do ta merrte në qafë për dën. Po. Edhe çfarë i bën kjo? Jo, mirë. I jep kënaqësinë që ja unë ja u thash. Po, është vërtet, të lloj kënaqësie mund t'ja u japi, po për çfarë i vlen tashmë Bashës kur mund dalin nga këto zgjedhje me 10.000 vota? Ka plot që janë të kënaqur nga ky rezultat i Berishës. Po, patjetër, edhe brenda PD-s. Për shembull, edhe aktivistja Evi Kokalari që ka qenë shumë prezente me reagimet e saj kundër. Po, çdo kush që është armik i Berishës. Çdo kush që është armik i Berishës është shumë i kënaqur me këtë rezultat, është e qartë. Jo vetëm Rama, domethënë, po edhe ata brenda. Madje unë besoj që ka edhe brenda PD-s janë të kënaqur. Po shiko, ka edhe raste për shembull si Dashnor Sula që jo, është legjitim të jetë i kënaqur sepse mbeti jashtë listave. Patjetër, e dëgjova në një emision dhe duke qartë se ishte i kënaqur. Pavarësisht se nuk e thot atë gjë, po ishte i kënaqur. Mirë, po ka edhe një farë të drejtë. Patjetër, është mlefi personal gjëja. Po unë mendoj që gjithë ata që kanë dalë të parët nëpër këto primare dhe nuk janë përfshirë në listat e mbyllura,
Patjetër që kanë ndjer një lloj kënaqësie. Mund dikujt ndoshta Berishës mund t'i duket perverse, po është kënaqësi. Kënaqësia e se ja çfarë ndodhi me që nuk u respektuan primaret për shembull. Që mbetën jashtë listave ata më të votuarit e primareve, se edhe kjo ka koston elektorat për shembull. Po, një lloj ndikimi edhe mund ta ketë pat. Por nga ana tjetër ka diçka që jo domosdoshmërisht edhe ata që do futeshin nga primaret, do të ishin të preferuar të publikut. Mirë, patjetër, po përderisa dolën më të votuarit e një procesi. Po dolën më të votuar nga demokratët. Po pra nga demokratët, po që janë figura më të pëlqyera e kanë fjalën në. Edhe kjo përkthej, po. Nga demokratët. Po pra nga demokratët, se demokratët si votohet dikush nëpër primare? Është dikush i cili ka mundësi, ka pushtet brenda partisë. Po jo, po pse Ilir Ali Mehmetin pse votuan demokratët? Ilir Ali Mehmeti, Jorida Tabakun janë dy raste që janë pak më specifike, sepse janë votuar jo thjesht sepse kanë luajtur në ato lojrat e pushtetit, aty të brendshme, lojrat e pushtetit brenda PD-s, por edhe sepse njerëzit i respektojnë, i vlerësojnë. Por i duken njerëz me integritet. Patjetër. Por në pjesën më të madhe kur votohet nëpër partitë politike në Shqipëri, votohet me numra. Ti voto për këtë, unë do votoj për atë në këmbim, do më bëhen pazare, të thjeshta fare. Dhe jo domosdoshmërisht dikush që votohet dhe merr votat e demokratëve, është një person që nesër pas nesër do të pëlqehet nga fundit i ke rastin më të qartë fare. Berishën, që është i pari që është votuar nga demokratët për qenë kryetari i Partisë Demokratike, dhe ja ku është rezultati. Këtë gjë po them. Patjetër që idealja do të ishte ashtu që demokratët votojnë dikë që do t'i përfaqësonte më mirë. Por kjo është idealja. Kur vjen në praktik, aty pastaj zgjedhjet bëhen praktikisht në tavolinë. Domethënë, ti voto për këtë se unë do votoj, unë t'jap kaq vota këtu ti më pa ty se unë do shpërblet ty me këtë unë etj. Domethënë, ashtu siç negociohet për zgjedhjet e përgjithshme, ashtu negociohet edhe aty, vetëm se jo me vende pune, por me favore shpesh edhe aty në tavolinë. Tani, ishte një ndër faktorët e këtij rezultati dërmues të Partisë Demokratike edhe lista që bëri Sali Berisha për zgjedhjet. Listat. Ka bërë zgjedhjet duke u përpjekur që të ruaj balancat e brendshme brenda partisë. Domethënë llogaria e tij ka qenë kjo. Un humb më tepër vota nëse supozojmë e lej në listën e hapur Ali Mehmetin, se sa do të humbja nëse do leja në listën e hapur Flamur Nokën. Kjo ka qenë llogaria që ka bërë Berisha. Pra, a qëndrojnë 4 arsyet po e mora si shembull për këto dy persona, 4 arsyet e humbjes që ka vënë Dashnor Sula, meqense e përmendëm. Qëndrojnë lufta e shpallur ndaj Spakut. Mungesa e meritokracisë me listat. Po, në raport me procesin e primareve. Mund t'i kishte bërë listat edhe Berisha vetë gjitha dhe mund t'i kishte bërë ndryshe dhe mund t'i kishte bërë mirë. Siç i ka bërë më përpara. Kur janë bërë listat në PD është vërtet gjithmonë si ka dash Berisha. Ta ka thënë edhe Edi Paloka doli dhe tha atëherë që i kemi mbush kutijat për Lulizim Bashën se kështu tha Berisha. Domethënë po bënte autokritik. Kështu është votu, kështu janë caktuar gjërat në këtë e dim. Po mund të kishte bërë mirë se Berisha futi edhe kopin 2005-ën. Përdori si instrument, futin qeveri njerëz të rinj në atë kohë që ngjallnin një lloj shpresë besimi etj. Duart e pastra që duket se janë atëherë fitore. Kështu që varet, dhe ka një gjë në politikën shqiptare, po të marr, m'fal, se ndërpreva. Në politikën shqiptare ç'a ndodh? Ti po të marrësh dikë të hajrit të mirë, një person me integritet, me kështu ta fusësh ta hedhësh në luftën politike të brendshme, në ato pazaret e brendshme, nuk del kurrë në sipërfaqe. Nuk fiton dot. Sepse sado i mirë që të jetë kur të vi punat për plaset me krerët lokal, me këta, me deputetin, me këto, ata që kanë që zotrojnë dhe janë mjeshtra të raporteve të pushtetit dhe trafikut të influencës brenda Partisë Demokratike, këta nuk kalojnë. E vetmja mënyrë që ti të marrësh dikë të mirë, ta fusësh aty brenda dhe ta vendosësh në maj, shpikërisht ta bësh siç e bën Berisha paradoksalisht. Ta marrësh edhe ta emrosh, ti do jesh kështu, siç e ka bërë. E ka bërë në 2005 kështu i bëri. Mori ca njerëz komplet pa njohur nga kopi. Un kam qenë aty pjesë e kopit. Zgjodhi ca njerëz vet edhe paf i bëri ca ministra aty. Po mos kishte qenë Berisha që ti vendoste ata njerëz aty, ata s'do kishin arrit kurrë aty. Do haheshin gjallë nëpër çon seksion, jo më të arrinin ke kuvendi i PD-s. Domethënë, ky lloj procesi është proces që i takon vetë partisë në vetvete si organizatë vullnetare që është, se si do ta bëj. Unë nuk e di se me kë jam. Në parim demokracia është e vlefshme, po demokracia nuk është aq e pastër sa duket. Demokracia të sjell në pushtet atë që është më i shkathët, jo atë që domosdoshmërisht është më i mirë. Lufta me Spakun i kostoi elektoralisht Berishës? Patjetër.
Patjetër. Ke pjesa e elektoratit gri e ka masakruar. Besoj që po. E ka masakruar. Dhe ky është një elementi tjetër i dukshëm. Pastaj ku Berisha praktikisht për interesin e vet personal ka zhvilluar një luftë e cila i prishte punë partisë. Ndërkohë, me qenë se jemi te Spaku, u angazhua për herë të parë me një task force speciale për këto zgjedhje për parandalimin dhe goditjen e krimeve zgjedhore. Të duk në krye të detyrës dhe që e kreu më së miri këto të fundit? Unë kam vënë diçka që në këto zgjedhje ka patur goxha frikë nga ndëshkimi, nga drejtësia. Edhe ata patronazhistët që shikoj duke vrapu nga zyra e Po pra, këto raste faktën që u bën mediatike për shembull, nuk shkonte as policia, as në një përfaqësues i Spaku. Domethënë, pse kishte një lloj se ne llogarisim Spakun sigurisht aty dhe Spaku funksionon perfekt. Po sigurisht Spaku të jetë gjysmë për gjysmë. Të ketë gjysma të jenë për shembull njerëz që duan ta bëjnë punë dhe gjysma tjetër të jenë të kontrolluar ose të ndikuar politikisht, se mund të jetë edhe kjo. Dhe më shumë gjatë sa kjo, do jetë e para. E dyta, po duhet llogarisim edhe faktin që Spaku është ai që është, kapacitetet e Spakut janë ato që janë. Domethënë ti vetëm po ta llogarisësh sa incidente ke pas dje në Shqipëri, domethënë si mund ta mbuloj me 20 prokurorë sa ka Spaku gjithsej, domethënë, se di sa ka 20 afërsisht, domethënë po themi 20. Si mund ta mbuloj gjithë ato çfarë ka ndodhur. Dhe ndërkohë merret edhe me dosjet e korrupsionit, kjo ajo etj. Domethënë, ka shumë faktor. Gjëja që un kam parë, nuk është se po e mbroj Spaku, no? Po gjëja që kam parë është ka frikë. Për herë të parë në Shqipëri ka frikë. Njerëzit i fshihen kameras, fshihet dokumentat, gjërat etj. Ka frikë sepse e kanë kuptuar që vjen një moment kur ti mund të bësh pisliqe në emër të partisë, po mund ta gjesh veten në burg dhe aty partia pastaj të thotë secili për vete. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Mendoj që është risi shumë e mirë. Është nga gjërat e pakta të mira që ndodhi në këtë zgjedhje. Dhe meqense jemi prapë tek Spaku, ka nga ato që thon këtë orë për shembull, sidomos ata ekspertë që bëjnë këto parashikimet për arrestimet nga Spaku etj. I lanë për pas zgjedhjeve dhe tashmë meqense Edi Rama u konfirmua në pushtet me kaq shumë vota, është i gatshëm sipas tyre të jap këdo Spakut për të bërë ato statistikat. Po, nuk është se e jep, veta. Nuk është se jep Spakut, po Rama ka shumë pushtet, përfshi dhe brenda partisë, natyrisht dhe fillimisht brenda partisë. Ka shumë pushtet sa praktikisht mund t'ia lejojë vetes këtë gjë. Dhe ka kuptuar diçka të rëndësishme Rama. Që tu mund përfundoj 3 çereku i PS-s dhe i qeverisë në burg, dhe njerëzit prapë do ta votojnë. Po. Ky është mesazh shumë problematik për të marrë. E vetmja gjë që bën Spaku është që frenon jo mbështetjen e Ramës ndaj atyre që mund të jenë korruptuar. Po. Se në fakt edhe ke patur kur e mbë listët, ke pas kandidat për deputet nga PS-ja që kanë qenë tetuar nga Spaku etj. E vetmi efekt është që këta peshqit e tjerë, niveli 2, 3, 4, 7, këta i tremb edhe i vendos përpara një lloj frike. Ky është efekti i Spakut. Po Spaku nuk ka për ta kufizuar Ramën në bashkëpunimin dhe në marrjen në gjirin e rilindjes të kujt do, pavarësisht se ç'a bën e ç'a s'bën. Sepse e di shumë mirë nesër pas nesër i thot, tash i dili për Zot vetes edhe kaq. Dhe ky person që do lihet ti dali për Zot vetes, s'ka për të bërë praktikisht asgjë, siç është vërtetuar edhe deri tani. Domethënë, këta persona që janë futur, po të dilnin sot edhe të flisnin për qeverisjen, supozojmë siç e ka bëu Ahmeti, imagjinoni dilnin flisnin edhe këta të tjerët. Ahmetaj. Domethënë, po të dilnin flisnin, do dilnin shumë gjëra. Ç'a do ndodhe? Asgjë. Se ç'a do merrin vesh shqiptarët? Do merrin vesh në Shqipëri ka korrupsion, ka vjedhje, ka papërgjegjshmëri. Nuk e dinin shqiptarët? E dinin shumë mirë. Ja ku voton. Ky është mesazhi që merr Rama dhe mendoj që është jashtëzakonisht i kapshëm, e ka kapur thelbin mënyrën se si funksionojnë shqiptarët dhe këtë e përdor. E përdor në radhë të parë brenda partisë vet, për pushtet absolut, po e përdor pastaj edhe me elektoratin. Çfarë do të thotë për Shqipërinë, një vend ku tranzicioni po zgjat pafund, me një demokraci shumë të dobët herës, që një qeveri të konfirmohet në pushtet në mandatin e saj të 4 radhase? Do thotë që gjithë ato gjëra që kanë ndodhur deri tani do ndodhin edhe më tepër. Kjo është ajo që ndodh. Ne në Shqipëri kemi pas një problem historikisht që edhe kur kemi pas regjime me lider të fortë që kanë kontrolluar gjithë pushtetin, qoftë nga
diktatura totalitare komuniste, qoftë edhe më vonë, se nuk na kanë qelluar si thosh në thonjza autoritarët ose diktatorët e duhur praktikisht, sepse ke raste si Indonezia, për shembull, ke Singapori, ke raste si Singapori, ke raste si edhe këto vende tjera pastaj. Hong Kongu për arsye të tjera ose gjithë këto vende të këta të Azisë largët për shembull. Ke pas raste të tilla kur ke pas gjithmonë një person autoritar, i cili ka kufizuar liritë politike, e ka luftuar opozitën, praktikisht nuk e ka qeverisë për 30 vite rresht në Singapur, për shembull. Për 30 vite, ka kontrolluar deri diku dhe mediat, lirinë e shtypit, domethënë këto liritë civile politike i ka kufizuar relativisht, por i ka lënë njerëzit të punojnë. Dhe njerëzit janë pasuruar. Singapuri sot është nga vendet më të pasura në botë. Por është një vend që nuk ka demokracinë, edhe sot e kësaj dite nuk ka demokracinë e as Greqisë, jo më të Francës e të Gjermanisë. Dhe kthehesh 30 vite mbrapa s'ka pas asgjë. Ton? Por çka ndodhi nga pikpamja ekonomike i ka lënë njerëzit punojnë dhe i ka thënë, siç po bën dhe Kina praktikisht tani, punoni sa të doni. Ne jemi komunistë, do ju lejmë të punoni si doni ju me ca kufizime të vogla, punoni, por ma pushtetin politik do e mbajmë ne. Do të çando, në rastin e Shqipërisë as kjo nuk ndodh. Sepse ekonomia shqiptare nuk është e lirë. Po ta bën tek Rama mund të qeverisi këtu, jo Rama. Po edhe stërnipat e Ramës do qeverisnin. Që njerëzit do fitonin mjaftueshëm, dhe asnjëri nuk e çan kokën në Shqipëri se kush po qeverisë. Nëse njerëzit fitojnë janë rregull, pastaj nuk e çan kokën shqiptar për demokracinë dhe për institucionet e këto ato etj etj. Ai do shqiptarin në parim do të ketë sa më tepër lekë. Kjo është ambicia kryesore e shumicës shqiptare fatkeqësisht. Domethënë demokracia është shumë abstrakte. Por fatkeqësisht ne as këtë nuk e kemi. Nuk kemi një regjim në cilin ti kush të kontrolloj politikën, por nga ana tjetër ti lejt njerëzit punojnë. Si ti sot në për biznese duhet llogarisësh që kur bën biznesplani e biznes, do llogarisësh gjobat që do pagush. Sepse do të vinë her pas here shteti shqiptar, edhe do të vinë do të vënë gjobat që ose do ja pagush shtetit ose do ja pagush atij në dorë. Do kesh një shtet i cili të mbyt me rregulla, me taksa, me gjëra, me lloj budalliqesh tjera dhe nuk lën të punosh. Ekonomia shqiptare, siç ta thonë të gjithë institucionet kombëtare, punon nën kapacitet. A do të kemi një opozitë të re tashmë? A do ta marrin rolin e opozitës tani në dorë këto forcat e reja, edhe pse me shumë vështirësi, me 1 apo me 2 mandate në kuvend? Po mendoj që kemi një tjetër panoramë në parlament tashmë. Do kishte qenë shumë më mirë, për shkak që të paktën ke pjesa e opozitës së djathtë, se s'po flas për Shqipërinë, nisma Shqipëria bëhet, është një përzierje ideologjike e llojeve të ndryshme. Domethënë ke nisma Thurje që është aty brenda që është më majtas, ke Adriatik Lapën që shkon një herë majtas, një herë djathtas. Ke pastaj PD-ja është ajo që është, në programin ekonomik ka pas praktikisht hiq taksën e shesh, pjesën tjetër ka pas program të majtë. Gjëja më e mirë që mund të ndodhi djathtas do të ishte që të ishte fut për shkak partia mundësia të ishte fut me 3, 4, 5 deputet sepse në parlament, sepse është vetëm një parti që ka një program të qartë ekonomik djathtas, ndërhyrje të vogël shtetit, taksa të ulta, domethënë liri për biznesin etj etj. Dhe kjo do ta kishte detyruar edhe Partinë Demokratike, është formë presioni ajo, do ta kishte detyruar partinë që në mënyrë që mos ta lejonte mundësinë të krijojë gravitacion djathtas, do ta kishte detyruar të tërhiqej djathtas. Sot PD-n e ke në të njëjtin pozicion ideologjik, po them po të shikosh programet me PS-n. Nuk ka absolutisht asnjë lloj dallimi. Dallimi që ky ky ofroi 250 euro pensioni minimal, ky propozoi 230, në budalliqe. Domethënë në thelb nuk ka dallim programi ekonomik. Po të ishte fut mundësia do kishte qenë shumë mirë. Partia Mundësia Grënshet e ka prapë të lloj mundësie, qoftë edhe me 1 deputet. Po të jenë 2 do të jetë akoma shumë më mirë. Aq më tepër që ata që kanë qenë të pak në Agronsheja në njoh, po e njoh edhe Rald Kaprin që është i dyti, janë shumë të qartë ideologjikisht të vendosur në këtë lloj spektri të djathtë, liberalizëm ekonomik etj. Dhe mendoj që qoftë edhe me 1, qoftë me 2 deputet do arrin të fuqizohen. Dhe shpresoj që nuk do të demoralizohen, por do ecin përpara. Dhe mendoj që zgjedhjet e ardhshme po ta bëjnë punën siç e kanë bërë pra aq pak sa kanë punuar për 8 muaj praktikisht, në zgjedhjet e ardhshme do kenë rezultate edhe shumë më të mira. Mund projektohet Agronsheha si lider i ardhshëm i opozitës për shkak. Po, pse jo? Pse jo? Për një pjesë njerëzve ka qenë plotësisht e mendueshme. Jo varet edhe nga zhvillimet që do ndodhin në Partinë Demokratike. Ka qenë jo vetëm e mundshme, e mendueshme, por ka qenë edhe dëshirueshme për një pjesë njerëzve. Do praktikisht ai u përzu nga Partia Demokratike. Sepse kur u bën zgjedhjet, u bën ashtu siç u bën,
ju mbyll dera, pavarësisht asaj që thot Berisha që i ofrova këtë, i ofrova atë etj. Agron Sheja ka ambicet e veta dhe i ka plotësisht legjitime, dhe në fakt është për të respektuar fakti që ka vendosur që ta zhvillojë betejën e vet elektorale jo në ombrellën e Berishës, i emëruar i Berishës, por për ta zhvilluar vet. Tani me qënë unë bisedën sot e hapa me pyetjen pse fitoi kaq thellë Edi Rama, dua ta mbyll me pyetjen si mposhtet Edi Rama. Atë zefllumi, thot këtij populli i duhet ndru truni. Apo Kjo është. s'ndodh kjo. Është si puna kur shkon ti për shembull e ke makinën, të shprish diçka ke motori, ti shkon aty dhe i thu mekanikut, "Ç'a ka ky? Bë ka këtë blë, i thotë, ti s'merr vesh." Por si zgjidhet kjo? Dhe ai thot, "Më nuk ta zgjidh dot." Po ti je mekaniku, ti ta zgjidhësh patjetër. Mos ta zgjidh dot, nuk zgjidhet. E njëjta gjë është edhe do ta zgjidhësh, po ndroj motorin makinës. Apo jo, unë duhet rregullohet për motorin e vjetër. Nuk bëhet. Nëse ti do ti, nëse e analizuar arsyeën pse është votu, si është votu, si nuk është votu etj. Nëse ti do ta ndryshosh këtë gjë, është e qartë që mbas kaq zgjedhjes, tash është mandati 4 i Edi Ramës, konfirmuan gjërat. Prandaj bëhet edhe kjo pyetje, po, se shqiptarët në zgjedhjet e ardhshme do të votojnë me shumë gjasa me të njëjtën logjik. Në zgjedhjet lokale, se ato janë tartshme tash mbas 2 vjetësh si. Po mirë, ta heqim mos timi kështu në Republikë Parlamentare, të ndrojmë edhe apo nuk ka rëndësi si jemi me kushtetutë, ne praktikisht jemi monarki. E pra, jo, të bëhemi dhe de jure, them unë. Ne jemi monarki, domethënë feudale. Se ti po e parashikon pa fund kushtetuese. Po mirë, kryeministri ka thënë që do iki kur të dua unë. Ajo dakor. Pse jemi monarki feudale? Se nuk është thjesht çështje metafore. Patjetër jemi kushtetutë, jemi demokraci. Si funksionon një monarki absolute feudale? Ke mbretin që vendos gjithçka dhe ke baronët. Praktikisht këtë panoramë kemi pa. Dhe secili prej baronëve ka një feud të vetin, në cilin shfrytëzon bujkrobrit, ata punojnë, i japin këtij taksat, përqindjet e tjera dhe ky rrike kështjella vet dhe është rahat se ky është pronari. Ky pastaj një pjesë të këtyre taksave ja çon mbretit. Mund të jenë lek, mund të jenë vota, mund të jenë çfarë duash, se nuk po them që marrin njerëz dhe i çojnë lek me thas tash i Edi Ramës. Por kështu funksionon. Secili prej këtyre baronëve, në rastin e zgjedhjeve, ju ofron vota. Po. Tash i problemi është ç'a bëhet me këta bujkrobrit. Bujkrobrit i kemi të gjithë ata që pagojnë taksa. Midis atyre, ke edhe nga ata bujkrobrit që thonë, mbretin e kemi shumë të mirë, sepse mbreti na ka sjell një 2 arka me patate, s'na la të disni murie. Na ka gjeti vend pune aty ke stallat me fshi ato të kalit vet. Do thënë, dhe kjo është situata, domethënë shqiptarët kështu votojnë, dhe nuk shoh arsye pse mas 2 vjetësh do votojnë ndryshe. Po mirë, pra, atëherë i bie të mos ik kryeministri Rama. Atë zefllumi. Se mos ta mendoj fare këtë ikjen. Ky popull vetëm mund të ndryshosh trunin. Po. Dhe nuk është i vetmi që e ka thënë Konica, kanë thënë edhe shumë të tjerë. Në sinonim me këtë gati po qarkullonte një me këto orët e fundit për shkak të këtij rezultati. Çdo popull ndryshon udhëheqësin, ndërsa këtu udhëheqësi ynë ka ndryshuar popull. Ja, ky popull është pra shko sa e njohim në popullin shqiptar, i njëjti ka qenë. I njëjti. Se mos futemi në histori tash, të marrim demitizojmë historinë shqiptare, të njëjtin popull kemi pra sa kohë që ne sa i themi vetes shqiptar, ne të njëjtin popull kemi, të njëjtin kulturë politike. Ky është njëti popull që ka funksionuar në mënyrë perfekte edhe me perandorinë osmane, pavarësisht pallavrave që tregojmë ne që kemi luftuar kundër turqëve etj. Ne kemi luftuar shumë më tepër pro turqëve, edhe si mercenar. Shikoj Eqrem Bej Vlorën që tregonte që vetëm krajina e Vlorës kishte 2000 mercenar, 2000 lebër që shkonin dhe luftonin në Yemen, kur kishte kryengritje, shtypnin kokën atyre që luftonin për lirinë në Yemen. Pse? Sepse paguheshin. Meqense përmendet turqit, jemi bërë si Turqia pak a shumë në ato hapa? Po është problematik tjetër Turqia. S'kemi ngjashmëri në. Ja, është problematik tjetër sepse Turqia, nëse turqit marrin dhe votojnë për aspekte të tjera kulturore, për aspekte jo thjesht gjetje e vendit punës e këto gjëra, domethënë, janë nivel edhe më i lartë ekonomik se sa ne, po turqit votojnë edhe për shkak tradicionalizmit, vlerave që kanë ata që lidhen me vlerat komunitare, historike të kulturore të atyre, ndërkohë që shqiptarët nuk i kanë këto lloj problemesh ku duhet ditë shqiptarët është thjesht çështja e vendit punës. Jo e vendit punës, m'fal, thash gabim, e rrogës. Po është shpreha e famshme e filmit shqiptar. Po bota çdo thot,
Bota ashtu ç'duhet të thot, apo bota ashtu s'na marrë me kanë, luftën tregtare midis Kinës e Shtetit Bashkuara. Po të dalësh këtu, e di çfarë thot bota? Bota, domethënë, do filloj të mendoj për ne ditën që ne do për çfarë do lloj arsye do arrim të ndikojmë këtë trafik, këtë grafikët e bursës. Pra aq kohë sa ne s'ndikojmë dot këtu, ne nuk ekzistojmë për botën. Ne, është e sigurt që s'ndikojmë dot aty. Falenderoj shumë që të kisha në studio. Faleminderit. Faleminderit të nderuar miq, pashoj do të rikthehet sërish me të tjerë të ftuar e të tjerë analiza në kuadër të procesit të numërimit të votave i cili vazhdon dhe nuk ka përfunduar ende.